Falenderojmë Allahun xhallal xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të praneshëm, me lejnë Allahu xhallal xhelaluhu në këtë këshill para hutbes së xumas do të përcjellim disa mesazhe praktikisht. Do të trajtojmë disa lëshime që ndodhin shpesh herë mbrana xhamatit, mbrana komunitetit në ditën e xumë, në xhami, dhe këto çështje që unë po do t'i trajtoj sot janë rrjedhoje paraqitjes së pyetjeve, ankesave të xhamatit, të cilat ndodhin, do thotë, gjatë faljes, gjatë qëndrimit në xhami e kështu me radhë. Dhe krejtësisht është normale që një person, një musliman i cili rishtas për herë të parë, fillimisht është në xhami, është normale me pas edhe lëshime, gabime, qoftë gjatë namazit, qoftë qëndrimit në xhami, po jo rrallëherë ndodhet që edhe disa gabime, lëshime të përsëriten, të jenë vazhdimsi, prandaj dhe po i trajtojmë këtë çështje me qëllim që të përmisohemi, të plotësohemi, ta kemi namazin sa më të plot, dhe këtë punë, këtë ibadet, këtë adhurim që po e bëjmë, të jetë i pranueshëm. Prandaj nuk kemi për qëllim dika mënyrë selektive ose individuale, por po përcjellim këshilla të përgjithshme, të cilat kanë të bëjnë pra me disa lëshime të cilat ndodhin në ditën e xumë, në xhami, jo vetëm këtu në këtë xhami, po në çdo xhami. Po, unë jam i thirrur që të përcjellim mesazhe këtu e ata që na ndëgjojnë edhe përmes rrjeteve sociale, kudo që të jenë, inshallah përfitojnë. Disa prej këtyre gabimeve, lëshimeve i kemi përfol shumë herë, ndoshta po ja vlen me përsërit. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, prej gabimeve që rrezikojnë hutben është të folurit e xhamatit kur hoxha është në hutbe. Për këtë çështje kemi folur shumë herë, po ja vlen që të përsëritet, qoftë edhe një njeri i cili se ka ndëgjuar këtë këshill më herët, ja vlen që të përsëritet. Pra rregulli është kështu të ndershëm vëllezër. Kur hoxha fillon me ligjëru, jo kur të jemi ne ul. Kur të jemi ul, hoxha kur të është ul, qoftë në fillim para se me nis hutbes ose mes dy hutbeve, bën me fol. Bën me fol dikujt se ki arsye, jo me bën muhabet. Muhabet nuk bën në xhami. Qoftë hoxha që në hutbe, qoftë jashtë hutbes, xhamia nuk është vend për muhabet. Pra, këto kemi mësuar shumë herë, po ja vlen me e cek. Për çata të ndershëm vëllezër, ju e dini që kam fol shumë që në xhami kur të hym, duhet me kuptuar që ky është vendi më i shenjtë. Unë nuk du të sjeli ta shembuj se s'ka të krahasuar xhamia me asnjë institucion. Me asnjë institucion. As me shkollën, as me parlamentin, as me nuk krahasohet shtëpia e Allahut me kërkon. Ama a bën do muhabetit që bën për shembull shpesh herë pi xhamatit, sidomos jep selam hoxha, po thuhet që është pazar, është treg. Jo vëllazër, shejtëria e xhamisë du të muru tu hin xhami. E kemi cek këtë shumë herë, asë një vend tjetër, pos xhamis, nuk qyret me cilën kam po hina me djathën me çmojtën. Në xhami, me djathën. Kur je të bo bisedë me dikon, ti nuk i këshy me çfarë ka me po hin. Nuk është e ndalune me himet majtën. Nuk është ndalune. Veçë e ke hup një vlerë, e ke hup një mirësi. Pastaj duaja hyrjes në xhami. Pra, shejtëria e xhamis, siç thot Allahu në Kur'an, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Xhamit janë të Allahut, mos e adhuroni dikon tjetër në to. Po nga mësimit që nxjerrin nga ky citat, xhamia është e shenjtë, rruni qetësinë. Pra, truhet qetësia në tërësi në xhami. Po me theks veçantë, dita e xumë ka rregulla të veçanta. Momentin që fillon hoxha me ligjëru, me fol, ndalohet çdo fjalë. Madje ndalohet me i thonë tjetrit hesht. Ti që po i thua atij që po flet, ti i ke hup sevapin e xumos, le mo ai, po ti ke hup.
Çështu ka në hadithin e saktë që unë po du me përcjell. Këtë hadith e ka përcjell e Buhariu, Allah qoftë i kënaqur me ta, ka thonë pejgamberi sa: "Men qala li sahibihi yawm al-jum'ati wal imam yakhtub ansit faqad lagha." Ai që i thot shokut të tij, tafër që e ka, hesht në ditën e xuma, ka bën mëkat. Këtë hadith e kanë nxjerrë me Muslimi. Dhe dietarët islam shumë e kanë trajtuar në dimensione të gjëra çfarë kuptimi ka kjo fjala lega. Kanë thonë ka fol fjalë lapsus, ka bën mëkat si vepër, ndërsa e ka humbur shpërblimin e xhumas, kanë thonë. Veç pse i ka thonë shokut të hesht, se hoxhatu të hesht, lemo me bu muhabet. Prandaj unë këtu shpjegoj rastin të trit, që këtu hyn edhe përdorimi i telefonit. Unë po flas për përdorimin e telefonit, të adaptohemi vëllazër, as nuk është marrë, as nuk është fyrje, as nuk është ofendim, si ti ish ndër xhamis çitja aeroplanin telefonit, bllokohet. Nëse ka dikush rast urgjent, ai rrin më mrapa. E ka një rast urgjent, ka një rast për shembull që pritet është gjendje kritike e familjarëve të vdek dikush, ai ka arsye. Po inshallah, po tham për këtë xhamatit për 1500 xhamatit nuk më ka 1, 2, 3. S'ka më shumë. Por çetja telefonit, bllokohet telefonin. Sot je në xhami. Tani bile këtë këshillja u kshallon sa herë të jeni në xhami. Jo veç se shpesh herë besoni vëllazër, nëse hoxhallari në gjendje shumë tron, dikush domethënë në vend zile se ka lëshu një muzikë e cila na jemi të fal namaz, ti nuk e di a je ndarësum apo je në xhami. Vllazni, kjo këshill mos ta merr dikush ofendim. Pra, edhe nëse Kur'an ka lëshu, prap na jemi namaz na pengon. Lema ka lëshu muzikë, na jemi namaz edhe ai hiç se nal, se tash s'bën me livrit mo namaz. Tash e ka atë problemi tjetër që jo tash ti duhesh me livrit. Nëse e ke po të cingron telefoni, ti e namaz, ti duhesh me nal. Ti duhesh me nal se aty e pengon 1000 xhamat i pengon. Tash e merr gjinohen e dytë. Për atë arsye bllokohet telefonin tu hin xhami. Bllokohet. Qoftë për namaze me theks veçantë në xhumë. Sot falesh 15 minuta, 20 minuta, gjysmë ore, je lirë e kështu me radhë. Pra, kujdes bisedës, sidomos të tritë se pun përcillen shumë ankesa nga vetë ju që të rinjët po janë të pa kujdes shumë gjatë kohës kur hoxha ligjëran, domethënë bojnë bisedë, bojnë muhabet, përdorin telefonin e kështu me radhë, por le ta dinë që e humbin shpërblimin e xhumas dhe hynë në këtë mëkat. Po ashtu të ndershëm vëllezër, nga këshillat që mund t'ipen është edhe lakimi i trupit në namaz, kthyrja gjatë namazit. Me shiku, domethënë jashtë vendit të sejdës namaz. Dietarët islam këtë çështje lëvizjen e kanë ndonë disa lloje. Ka lëvizje që nuk e prish namazin, po është mekruh. Mekruh është terminologji e gjuhës arabe ose e fesë, i bjen e papëlqyeshme te Zoti. Janë 3 lëvizje të papëlqyeshme, kurse njëra e prish namazin. E papëlqyeshme është lëvizja e zemrës. Qysh lëviz zemra? Kur nuk i ki mend namaz, kur i mon mend të punat që i ke lënë, e kështu me radhë, pra mundohu mu shkarku pi obligimeve. Mu shkarku sot mundesh. Pra nuk është e kërkune 100% na mi mojt mend namaz. Sot mundemi. Por jo dhe këtë koha e sa jem namaz, mendja të puna, të një problem, të një obligime e kështu me radhë. Pastaj është, pra kjo është e papëlqyeshme. Nuk e prish namazin, veç është me pas kujdes. E dyta është lëvizja e syve. Lëvizja e syve namaz. I lëviz syt, pra nuk i mon se parimisht syt do të mi majt të veni sejdës, ku e qëtë kryt, ose para kamve, kur je namaz. Pra, jo kokën përpjet, namaz nuk shyrët përpjet vëllazër. Është e papëlqyeshme. Pra, ose në venin e sejdës, ose domethënë me tregu modesti. Lëvizja e syve
Mrena namaz është e papëlqyeshme, nuk e prish namazin, është e papëlqyeshme. Çka i bën që kjo? Hup bonusat namazit, thjesht. Hup vlerën cilësinë e namazit. E treta është lëvizja e qafës, jo e trupit, e qafës. I këshyr kush e parane. Edhe kjo është e papëlqyeshme. Zbe vlerën e namazit, hup shpërblimin e namazit. Dhe e katërta është lëvizja e trupit. Kthehet me trup komplet, domethënë namaz që të fal komplet me trup, kjo e prish namazin. Prandaj ne vërejmë se edhe ne si hoxhallar kanë herë falmi mas xhamatit, i vërejmë çito. Unë personalisht i kum vërejt. Edhe qëllimisht të ngriti që shqetësim që ndodh kjo. Vëllezër, duhet me ditë që je dal para Allahut. E ju e dini që koncentrimi namaz është një prej shkaqeve, faktorëve të fuqishëm të pranimit namazit dhe të cilësisë namazit. Prandaj me pas kujdes të kjo çështje, pra për ata që erdhën me vonesë, jemi tu i trajtu disa gabime ose lëshime që ndodhin në xhami ose gjatë faljes së namazit. Edhe një lëshim tjetër i radhës, kujdes vëllezër te tekbiri fillestar, kur falmi me imam. Hoxha imami, qoftë këtu, qoftë ku do të falni. I thot drejtani safat aja tje merr tekbir, Allahu akbar. Hoxha thot drejtani safat aja tje merr tekbir. Ti je pa namaz. Ti si fal me atë hoxh. Momenti që merr tekbir para imamit, ti s'ki namaz. Pse? Ti njëtin e ki me imam, a i lidh para imamit. Kjo është rrezik. Pra, mos u ngut me marr tekbir para se imami me marr tekbir. Kur imami thot Allahu ekber e kryti, ti që atër merr tekbir. Madje nuk është shumë e pëlqyne bashkë me imamin. Mori tekbir imami, Allahu ekber, ti që atër thu Allahu ekber. Kjo e njëjta vlen edhe për ruku dhe për sejdë. Hala imami para në ruku, ai bjen në ruku. Imami tamon ja nis me thon Allahu ekber, ky bjen. Jo vëllazër. Imami e kryn Allahu ekber, ti që atër mastina bjen. Imami ja nis mu qu, semi Allahu limen hamidet, ja nis e qosh. Imami do me shumë sejdë, Allahu akbar, që atër ti bjen. Qito vëllezër jenë teknike, po jenë shumë të rëndësishme për cilësinë e namazit. Këto teknike, unë po i quj teknike, se që jenë teknike. Këto jenë bazamenti i namazit jenë, po jenë qime të përditshme që edhe i vërejmë edhe në përcilën. Pra, mas imami ta merr tekbirin, qof fillestar, qof të shku në ruku, të ngrit për rukus, në sejdë, mas tina ti merr tekbir dhe shko. Jo barabar me ta, jo paratina rrezik, barabar me ta është e papëlqyeshme. Mas miri, mas imami ta e kryen atë. Kam folë për këtë temë që tani po du me cek, po ja vlen prapë me përsërit. Është bëma dje dhe virale edhe në për media, po s'prish pun, media tona islame, çështja e sjelljes së fëmijëve në xhami. Kam folur në Ramazan, flasën në hoxhallar shumë. Ka njëherë bëhet e tepër kjo çështje, po unë kërkoj shumë mirë kuptim për prindve të ri. Për prindve të ri, po sa e në bo prind, ai mendon se veç ajo bo prind tash edhe unë jam më i lumtur në botë. Ti shqyr që Allah ka furnizuar me fëmijë, po këshiri këto ki gjësh, ki stërgjësh, ti je madje fëmijë dikuj. Por ka do rregulla, pse ti je bo prind, tash do me thonë që do më ke duhet me dalë që rrugën. Edhe çka dush ti dush me bë. Shumë na fëmia hala është nën po them kujdesjen higjienike të nonës. Kërkoj shumë mirë kuptim, halon pampersa fëmijën e bën xhami. Nuk është në rregull kjo vëllazër. Nuk është në rregull. Te këtë dietar islam. As më tepër kur fëmia fillon me fol pak, edhe ai shën zhurmë, edhe këtë xhamatit ja prish qetësinë. Edhe ka fëmijë që i don safat, hinë për kam xhamatit e kështu me radhë. Këto janë lëshime që nuk bën me u toleru. Nuk e ka kohën fëmia me ardha në xhami. Fëmia e ka kohën kur të vjen. Fëmia që fillon me kuptu 5-6 vjeçar, 6-7 vjeçar e ka kohën e xhamis. Edhe ato nëse është i edukun, nëse fëmijë halet e mon shtëpi, derisa të edukohet. Është fëmijë i lëvizshëm, nuk ndëgjon, e mon shtëpi. Ai se ka obligim me në xhami. Po hoxha do të më marrë me mësu. Kur të rritet e vjen në xhami. Eduko e vjen në xhami. Vëllezër thjesht pak komplekse. Këtu ka të më shumë, këtu njerëz vinë me bëj ibadet,
me arë me pru te fëmijën, me pru për shembull se cili 10 fëmijë, 20 fëmijë këtu bëhet qerdhe. Aq më tepër që në xhamin tonë na kemi do standarde që nështë nuk janë xhamia tjera. Po drumin e kemi veç për çit punë. Po fatkeqësisht shumë prind kërkojnë mirë kuptimin, nështë të pa edukuar. 10 herë dush mi thonë, o vlla, kape fëmijën çon po drum, falu bashkë me fëmijën ose nana e fëmijët falet me te. Jo mi apri shqetësinë xhamatit, jo mi apri shqetësinë xhamisë. Pra me pas kujdes dhe kjo vlen gjatë tër vitit. Kam qef këtë pikë mës me qelë ma, e sidomos në Ramazan, që për çdo natë e kemi cekët. Në Ramazan, kjo është veni burrav, poshtë është i grave, po drumi është i fëmijëve. Apet e merr fëmijën nga të vetë. Apet bën zhurmë. Edhe me i thonë jetë hatëri. Po edhe me të metë hati, unë e kam obligim me thonë se unë jam hoq këtu. Nuk du mi apri xhamatit qetësinë për shkak fëmijët tonë. Falun në shtëpi, taravit nuk janë farz. Në shtëpi falun. Nëse ki fëmijë s'ka kush e kqyr, shtëpi falun. Pa problem, leje rahat xhamatit. Vëllezërit me pas kujdes në këtë pikë. Po ashtu edhe një çështje tjetër, se shumë çka ka. Xhamia o vëllezër, çdo xhami është vakaf. Çdo sen xhami është vakaf. Xhamia si objekt është vakaf. Çdo sen që në xhami o vakaf. Nuk lejohet asnjë sen me marr me hiç pi xhamis. Asnjë sen nuk lejohet me marr me çmë shtëpi. I përveç që është vjedhje, është e ranë. Edhe librat që janë këtu në xhami dhe në xhamia tjetër janë vakaf. Nuk lejohet mi nxjerr. Lexon sa të lexon e kthen. Po unë këtu po e përmend edhe një çështje që dietarët e kanë përmend. Me kursy në radhë por ujin e xhamis. Edhe pse këshilla e jonë për kursimin e ujit është këshill universale, edhe në shtëpi kurse e ujin, se çështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Ka thonë kursen e ujin qoftë që jeni në deti. Çështu ka thonë, edhe nëse jeni në deti kursen e ujin. Thonë, edukonu me kursy ujin. Edhe në shtëpi tonë kurse e ujin, se është shpërdorim në xhami ekstra. Po mbi këta është kujdesit e përdorimi rrymës xhamis. Sidomos për mbushje telefonave. Ose shtrohet pyetja. A ju ka shumë menja për shkak me pyetje, a bën unë me mbush telefonin tem në xhami? Ka polemik të dietarët islam. Ma e mirë është mos me mbush. Jo, se o vakaf. Veç nëse e ki shumë me urgjencë. Me urgjencë çka hen thash rast që keni termin shumë të rëndësishëm, është rast urgjent për shembull gjendje kritike për jetë, po. Për ndryshe për çef nuk kisha thonë me mush. Jo këtu, në asnjë xhami. Se është rryma e xhamisë o vakaf. Vëllezër që kjo është edukata që na duhet me marr, nëse dojmë me pas takvallak. Pra, xhamia o vakaf, çdo sa në xhami o vakaf, tepia o vakaf. Qaj fëmija që po vjen që pe zhyt, a po bë mirë o nuk po bë mirë? Jes po bë mirë se pe zhyt vakafin. E prish atmosferën e vakafit. Shumë sene tjere. Prandaj vllazni, duhet me pas kujdes. Po edhe nëse thënë diçka në xhami, prish normale njerëzim, duhesh me kthyt njëjtin sen, ose me kompenzu. Kjo vlen për çdo xhami, nuk ka të bëjë me këtë xhami. Kjo rregull i çdo se vakaf. Pra kemi marrë pyetje para Allahut për këtë çështje. E llogaritni vëllazër, se po duam të përfundoj se kisha edhe shumë sene më fol. Llogaritni nëse një besimtar hin me çit bindje në xhami. Sa i edukuar do del pi xhamis. Sa i çetaj do del pi xhamis. Unë nuk po dua vëllazër, nuk kam qef. Në çdo xhumë më thon o xhamat. Kujdesve kur t'japi selam, se janë edhe 1.000 tjerë që kanë më falë na file, e ti po del. S'kam qef që shtu me thonë mas do gjumoje. Ama, a po kërkohet ta them, po kërkohet. Vlezër, dham selam, dhe krytëm farzën e gjumos, ti je i lirë, dikush ka me dalë, ka arsye, dikush falet, po dhe qoftë që del me qetësi, kokën të poshtë të bë dhikr të i përmen Allahun, haloj në xhami. Selamin të avë dikush me zotë vogël, e shak kërsasin dur, thuti që këtën të regjim, mas falis gjumos, pse vëllazër? Pra, nuk është e hishme që kjo, nuk është e hishme. Pra, edukata në xhami
reflekton edukatën e rrugës, reflekton edukatën e shtëpisë, reflekton edukatën e islamit tonë. Prandaj këtu ishin kisha disa gjëra tjera me i fol si këshilla, kërkoj shumë mirë kuptim, se që ashtu e adresova sot ligjëratën, këshilla ose përmirësimi të disa lëshimeve që i kemi vrejt. Allahu na përmirësoft, Allahu na bëft të dobishëm, Allahu na bëft të devotshëm, Allah e shpërblet për vëmendjen dhe ndëgjimin, alhamdulillah.